të jemi të sinqert, deshëm ka një paragjykim ndaj Islamit, sidomos këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Absolutisht që ka paragjykim, ka një paragjykim të jashtëzakonshëm, ka një paragjykim ndaj fesë përgjithësi, themi drejtën, ka shumë njerëz që janë ftof nga feja në përgjithësi, nga krishterimi, nga me statistika rreth 45%, 50% e hebrejve në Amerikë nuk besojnë Zot. Pra kemi një ftofje nga feja në përgjithësi, dhe brenda kësaj ftofje ndaj fesë, paragjykimi ndaj fesë, kemi një paragjykim edhe më të madh ndaj Islamit. Që kuptohet me ardhin e medjave sociale, ku tashmë njerëzit kanë më shumë akses tek informacioni i direktshëm, ka shumë njerëz që kanë hequr atë paragjykim, por le të themi ekziston një paragjykim i jashtëzakonshëm. Edhe besoj se punë të tilla, ajo është një prej qëllimeve të dialogut, heqin paragjykimet nga njëri tjetri. Në momentin që në shoqërinë amerikane heqin paragjykimet, kjo i shërben shoqërisë në radhë parë, në përgjithësi. Sepse të njëjtët njerëz ndoshta tek firma punojnë bashkë, por nuk flasin asnjëherë. Një prej takimeve më interesante që kemi pas me Tre Amigos ka qenë një firmë të madhe, që kishte rreth besoj Boehringer, një firmë farmaceutike gjermane me 40-50.000 punëtorë, edhe për herë të parë në historinë e vet bën një seminar, pra një Tre Amigos për fenë në punë. Pra, çfarë ndodh kur ne nuk flasim asnjëherë për fenë në punë? Nuk do të thotë se s'ka paragjykim, nuk do të thotë se s'ka urrëtie, nuk do të thotë se përkundërzi nganjëherë kur nuk i flet gjërat më shtohet më shumë paragjykimi, dhe jashtëzakonisht një feedback të jashtëzakonshëm. Sa njerëz kemi qenë, nuk e di, me mira njerëz se sa evente, do të thoya me 10 minimum me 10, sepse unë kam marrë në kohë ndryshme në Amerikë, edhe në të gjitha kohë ndryshme kemi pjekur të bëjmë evente të tilla. Edhe në Shqipëri ka shumë evente, sidomos në rangun e leadershipit, pra ballkandor, se nuk është shumë në bazë, ne këtu e kemi bërë edhe në bazë, jo është leadership, po që si thush, ta flasim me fjalë, veç hajrin e kemi pa dialogu, dhe veç të mira ka sjell tek shoqëria. Nuk kam parë asnjë musliman të jetë bërë i krishterë, apo në i krishterë të jetë bërë musliman apo e kundërta, atë nuk ka qenë qëllimi.